Horoskopi për datën 1 prill 2026. 1 prilli është dita e gënjeshtrave, por yjet ju thonë vetëm të vërtetën. Le të fillojmë me shenjën e parë të horoskopit, dashin. Bëhuni gati se hëna e plot, po të tundet fiks përballë syve, do të dalin në dritë të vërtetat që i ke mbajtur të mbyllura në zemër. Marrëdhënia me atë personin që ke përballë do marrë një kthes të fortë. Do kuptosh më në fund se nuk mund t'i bësh të gjitha gjërat vetë dhe se ke nevojë për dikë që të mbajë dorën apo të jap një mendim të sinqertë. Por kujdes, mos u hidh në veprime me kokë në mur, se të jesh i nxehur. Prit 1-2 ditë sa të ulet pluhuri i emocioneve. Ti je një udhëheqës i lindur dhe ky moment do të tregojë rrugën e vërtetë drejt lumturisë në çift. Gjërat do të rrjedhin vetë, vetëm hapi sytë dhe dëgjoj shpirtin, një ndryshim i madh po vjen, dhe ti do jesh gati të presësh siç të ka hije, me ballin lart. Demi, i dashur Demi, bota jote e punës dhe shëndetit po merr një goditje energjie sot. Çfarë do të thotë kjo? Do ta shohësh veten përballë një vendimi të rëndësishëm në zyrë apo në rutinën tënde të përditshme. Mbasi një projekt që ke nisur me djers po mbyllet, ose do kuptosh që duhet të ndryshosh urgjent mënyrën si ushqehesh apo si pushon. Ke qenë pak nën tension, por kjo hënë do të tregoj se ku po çalon puna. Mos u trem nga gabimet që mund të shohësh në plan të parë. Ato mund të rregullohen dhe ti ndoshta mund të bëhesh më i fortë. Intuita jote është e mprejtë. Tani dëgjoj atë zërin e brendshëm. Ke fuqinë të fitosh çdo garë nëse përdor pak mendjen. Gjërat do të qetësohen shpejt, ndaj mos u nxito në lëvizje të mëdha. Thjesht rregullo motorin dhe përgatitu drejt suksesit. Binjakët. Të dashur binjak, zemra jote po hapet si një libër i vjetër që kishte mbetur në sirtar. Kjo hënë e plot po të thotë mjaft me mendime, tani është koha për ndjenja. Do të vijë një dëshirë e madhe për të lidhur me njerëzit, për të dalë për të shijuar jetën. Nëse ke patur një dashuri që të ka mbetur pezull, sot gjërat do të ndriçohen. Do kuptosh që ke nevojë për më shumë argëtim dhe më pak stres. Një projekt që e ke shumë për zemër do të marrë hof të ri. Mos i fshi emocionet që po të zihen për brenda. Nxirri jashtë dhe ti ndoshta do ndihesh si i rilindur. Ky është momenti yt për të shkëlqyer në shoqëri dhe për të treguar se cili je ti në të vërtetë. Shfrytëzoje këtë valë për të krijuar diçka të bukur, sepse fati po të buzëqesh tek pjesa më e ëmbël e jetës. Kalojmë tani tek gaforja. E dashur gafore, familja dhe shtëpia po të thrasin. Kjo hënë e plot po të tund shpatullat që të kthesh kokën nga njerëzit e tu më të dashur. Nëse je zhytur deri në fyt në punë dhe ke harruar të shijosh ngrohtësinë e vatrës familjare, sot do ta ndjesh këtë mungesë. Është koha për të rregulluar ekuilibrin mes karrierës dhe shtëpisë. Mund të ndihesh pak më i ndjeshëm se zakonisht, mbase edhe do t'i bësh pak gjërat më dramatike. Por kjo po ndodh që ti të reagosh. Mos i anashkalo me çështje të vjetra që i ke lënë mbrapa. Hape derën e ndryshimit. Rregullo marrëdhëniet me njerëzit e tu, si dhe krijo atë qetësinë që të duhet. Kur shtëpia është mirë, ti e ndihesh mbret i botës. Prandaj ktheu tek rrënjët që të rritesh më lart drejt qiellit. Luani. I dashur Luan, bëhuni gati për telefonat, mesazh dhe lëvizje. Kjo hënë e plot po të mbush tavolinën plot me punë, takime, shkresa që nuk presin më. Nëse ke përtuar pak këtë kohë, tani do të duhet të vraposh që të arrish afatin. Por dëgjoni këtu. Kjo nuk është thjesht një lodhje, është një mundësi. Do të kuptosh që ke nevojë të komunikosh më qartë dhe të dëgjohesh nga të tjerët. Një projekt shkrimi apo mësimi që e kishe nisur po vjen drejt fundit me sukses. Do kesh një moment që do të thuash eureka, një ide që do të ndriçojë mendjen për të ardhmen. Duhet të jesh i sinqert me veten dhe thuaj gjërat ashtu siç janë,
pa dorashka. Njerëzit do të kuptojnë nëse u flet me zemër. Është koha që të pastrosh mendimet dhe të ecësh përpara me një plan të qartë. Kalojmë tek shenja e Virgjëreshës. E dashur Virgjëresh, llogarit po bëhen sot. Hëna e plot po hedh dritë tek portofoli yt dhe tek vlerat që ke si njeri. Do të dalë përpara një çështje parash, mbase një borxh që duhet lar, ose një fitim që nuk e prisje, por mbi të gjitha do kuptosh se sa vlen ti vërtet. Është momenti të jesh i sinqert. Apo të vlerësojnë sa duhet në punë, apo i shpenzon parat për gjërat që vlen? Do të shohësh qartë se ku duhet të investosh energjinë tënde. Mos merr përsipër më shumë se sa mban, se nuk je robot. Qetëso, shiko shifrat dhe bëj lëvizjen e duhur. Një siguri e re po vjen drejt teje, por duhet që ti të tregosh talentin tënd pa frikë. Tregoj të gjithëve se çfarë je aftë të bësh dhe boll u tregove modeste. Peshorja, e dashur peshore, sot është nata jote. Hëna dhe ti po shkëlqeni si asnjëherë tjetër. Ke kaluar shumë kohë duke u marrë me hallet e të tjerëve, por tani yjet po të thonë: po ti ku je? Kjo është koha për të nxjerrë në pa nevojat e tua. Do të kesh një zbulim të madh për vete, diçka që do të lërë pa fjalë dhe ty. Marrëdhëniet me të tjerët do të marrin një kuptim pas kësaj nate. Mos u mundo t'i pëlqesh të gjithëve, se do lodhesh kot. Gjej qetësinë tënde të brendshme dhe mos u merr me vendime të rëndësishme pa u ndjerë 100% e sigurt. Gjërat mund të duken më të mëdha se sa janë tani, ndaj merr frymë thellë. Ti je në qendër të skenës dhe bota po pret të shohë lëvizjen tënde të radhës. Akrepi. I dashur akrep, kjo hënë e plot po të kërkon të bësh një hap pas dhe të marrësh pak frymë. Do të dalin përpara gjëra nga e kaluar që mbase nuk i ke mbyllur mirë, por mos u tram. Kjo po ndodh që ti të shërohesh dhe të pastrohesh. Trupi yt mund të jetë pak i lodhur, ndaj dëgjoj kur të thot mjaft. Ke punuar shumë fort, por tani duhet të gjesh ekuilibrin mes asaj që bën për botën dhe asaj që bën për veten. Një sekret apo një e vërtet e fshehur mund të dalë në dritë, duke të dhënë qartësinë që të mungonte. Mos u zhyt në emocionet e të tjerëve. Mbaj kufijtë e tu. Kjo është koha jote për t'u rigjeneruar. Kur të dalësh nga kjo fazë qetësie, do të jesh më i fortë dhe më i mpret se kurrë më parë. Shigjetari. I dashur shigjetar, jeta jote sociale po ndizet flak. Kjo hënë e re do të rrethoj me njerëz, miq dhe ftesa që nuk mbarojnë. Do kuptosh se sa shumë ke nevojë për mbështetjen e të tjerëve dhe se nuk je vetëm në këtë rrugëtim. Një miqësi mund të kthehet në diçka më shumë ose një projekt me grupin do të arrijë pikën e tij kulminante. Do të ndihesh plot energji dhe fuqi, sikur ke zbuluar një burim të fshehur brenda vetes. Kujdes vetëm me dramën e tepër, se njerëzit rreth teje mund t'i egzagjerojnë pak gjërat sot. Mbaje kokën të ftohtë dhe vëzhgo. Talente që nuk i dije se i ke do të fillojnë të zgjohen. Shijoje këtë moment populariteti sepse njerëzit po shohin tek ti një dritë që e frymëzon. Bricjapi. I dashur bricjap, sytë e botës janë tek ti. Hëna e plot po ndriçon majën e karrierës tënde dhe reputacionin që ke ndërtuar me aq mund. Ti që preferon të rrish në hije dhe të punosh në heshtje, sot do të duhet të dalësh në skenë dhe të marrësh drejtimin. Por kujdes, mos e harro shtëpinë gjatë këtij vrulli. Gjej një mënyrë si të jesh i suksesshëm pa sakrifikuar familjen. Do të kuptosh më në fund se ku po shkon jeta jote. A është ky drejtimi që do vërtet? Luaj me zgjuarsi. Qëndro cool dhe mos u dorëzo para presionit. Ky është momenti kur puna jote e palodhur do të fillojë të japë frutat që ti ke pritur prej kohës. Ujori.
Koha për të hapur krahët dhe për të fluturuar larg rutinës. Hëna e plot po të thotë se bota është shumë më e madhe se sa lagja apo vendi jot i punës. Do të vijë një dëshirë e fortë për të mësuar diçka të re, për të udhëtuar ose për të blerë diçka që ka vërtet kuptim për shpirtin tënd. Një ide që ke patur në kokë prej kohësh, tani do filloj të lullëzoj. Por dëgjoni, mos u hidhni në aventura pa planifikim, sepse teprimi është armiku yt sot. Gjej atë mesataren e artë. Ti ke nevojë për liri dhe për aktivitete që të mbushin me jetë. Shfrytëzoje këtë moment për të ndryshuar mënyrën se si e sheh botën. Një lajm nga larg apo një bisedë me dikë të mençur do të jap horizonte të reja që nuk i kishe imagjinuar. Peshqit, të dashur peshq. Shikimi juaj po kthehet brenda shpirtit sot. Hëna e plot do të nxjerrë në pa ndjenja shumë të forta dhe do të tregoj se kush mund të jetë mbështetësi yt i vërtet. Mund të kesh një zbulim për një çështje parash të përbashkëta, borxhe apo ndonjë pasuri që ndan me dikë tjetër. Do të ndihesh sikur po hiqni një barë të madhe nga supet. Në dashuri, gjërat po bëhen më të thella dhe serioze. Është koha të shohësh të vërtetën në sy dhe të bësh ndryshime që duhen tek mënyra se si i merr dhe i jep gjërat. Mos u tremb nga dridhjet emocionale. Ato po ndodhin që ti të pastrosh rrugën tënde. Çlirohu nga çdo gjë që të mban peng dhe bëhu gati për një fillim të ri, më të lirë, më të ndershëm me vete. Ky ishte horoskopi për datën 1 prill. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, fat në dashuri, suksese në punë dhe një shëndet të shkëlqyer.